2 tetor 1535, eksploratori francez Jacques Cartier me ekspeditën e tij arrin në brigjet kanadeze dhe zbulojnë atë që sot njihet si Montreali. 2 tetor 1836, Charles Darwin kthehet në Falmouth në Angli në bordin e HMS Beagle pas një udhëtimi që zgjati 5 vjet, në të cilin ai mblodhi të dhëna që do të përdorë më vonë për të zhvilluar teorinë e tij të evolucionit. 2 tetor 1889, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Washington zhvillohet konferenca e parë e Shteteve Amerikane. 2 tetor 1924, Protokolli i Gjenevës u miratua si një metodë për forcimin e lidhjeve midis kombeve. 2 tetor 1925, Britania e Madhe, shpiksi William Taton është njeriu i parë i cili shfaqet në një televizion. 2 tetor 1950, seriali i karikaturuar Pentus nga Charles Schulz u botua për herë të parë në 7 gazeta amerikane. 2 tetor 1955, kompjuteri elektronik Numerical Integrator and Computer, ose siç njihet ndryshe ENIAC, u çaktivizua. 2 tetor 1958, Shteti i Guineas arriti të shkëputet përfundimisht nga Franca dhe të shpallë pavarësinë e vendit. 2 tetor 1959, u transmetua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës episodi i parë i serialit fantastiko-shkencor The Twilight Zone. 2 tetor 2001, Swiss Air argumenton bllokimin e fluturimeve të saj me mungesën e likuiditeteve përballë kërkesave për pagesa kesh nga ana e furnitorëve të saj. 2 tetor 2001, u transmetua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës episodi i parë i Scrubs sitcom